sot e kemi një të ftuar në studio, unë dhe Dirtroj tashmë nuk kemi vetëm, e kemi një të ftuar që na vjen nga Amerika e largët, nga Chicago. United States of America. United States, mirë po vjen edhe me lajmet më të mira, vjen me çmime që ka fituar dhe i ka rrëmbyer në botë, mirë po edhe vjen me një ndër aplikacionet më do thoya perfekte, e kemi këtë klimën Dirtroj që na bën muzikë pak. Mirë po, sikur po dridhën diçka këtu. Mirë po, për të biseduar edhe për temën e ditës, sot i themi mirëmëngjesit Diana Sherifi Ali. Faleminderit shumë që je zgjuar sot së bashku me 9:11 dhe që gjete kohë që të na bashkohesh në studio. Faleminderit shumë juve për ftesën. Jam shumë e nderuar të jem pjesë e këtij emisioni. Të shprehem për diçka që kam punuar me shumë pasion. Ne do të flasim pas pak në lidhje me këtë temën dhe pse e ftuar këtu, që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të prezantuar një hall, një shqetësim që shumë gra, shumë nëna e kanë heshtur, e kanë mbajtur, por ishte ai zëri jot i mbrëmshëm që the prit njëherë për gjithmonë këtë zë që e mbajmë neve, po e ngulfasim veten, po i krijojmë shumë stres e vetes, do e nxjerrim dhe do e ndaj së bashku me të tjerët. Unë do doja fillimisht të flasim në lidhje me temën që e kemi për ditën e sotme. Si e keni arin ju atje në Amerikë? Kur vjen këtu, të kapën kolli apo jo? Na kapën gripi, po. Na kapën gripi, sepse me siguri që ndryshojmë edhe ambientin, edhe derisa adaptohet trupi, paksa fillojnë këta gripra të modifikuar që i kemi ne këtu. Jam paksa më shqetësues për ju. I kemi të veçantë, i kapim kështu të gjithë kapak, nuk e lëm asnjë njerit na kalon. Diana, më thuaj, cilin vit keni shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në 2018. 2018. Atëherë, prej 2018 deri më sot, 2025, kanë kaluar gati 8 vite. Më thuaj, kur kthehesh, si e gjen vendin ton? Si e më mirë apo si e më keq? Të ishte realiste të lutem. Po. E shumë më shumë si të njëjtë. Vend numërojnë. Të stagnuar, Të stagnuar në shumë gjëra. Ke jetuar në Tetovë, Po, ka Tetovës jam. Tetova gjithmonë ka qenë një ndër vendet me ajrin më të ndotur. Që ka patur ajrin të ndotur, po. Dhe vazhdon që ta ketë edhe Tetova, po Llogu në përgjithësi. Por si e mban mend atëherë kur ka qenë ndotja e ajrit, ke marrë ndonjë mas? 2018 ka pas. Po si jo, 2018-ja Këtu ishte, dje ishte, pardje, Po 2026 po bëhet. Më thuaj, çfarë masa ke ndërmarr si vajzë më e re kur ke jetuar këtu? Problematika me ajrin ka qëndruar, Tetova gjithmonë ka qenë në konkurrencë me Shkupin për ajrin kush e ka më të ndotur. Sepse unë dhe Detroit gjatë gjithë javës tham që nuk e kemi vendin e parë, se do ta marrim vendin e parë, tashmë jemi në vendin e parë për ajrin më të ndotur. Ke praktikuar shumë gjitje, domethënë malin shar. Cila ka qenë ajo, domethënë mënyra më e mirë për të evituar inhaluar, të themi. Sa do pak ajrit të ndotur. Po, sidomos gjatë dimrit, kur ajri dihet është më i ndotur, për shkak se ka mjegulla e borë këto, kam praktikuar të shkoj në kodrën e diellit për të skijuar. Për skijime, po. Edhe njëkohësisht për të bërë shëndeti si e më mirë. Ushtrime mushkërive. Pak për t'i zhbllokuar kështu. Ne gjithmonë domethënë përcaktojmë temat e ditës, mirë po me të vërtetë kemi aktualitet temën e ditës së sotme. Edhe shumë shqetësuese. Shumë shqetësuese me të vërtetë, mirë po ja që po mundohemi që në vendin tonë të bëjmë ndryshime, edhe kur flasim për ndryshime është edhe solidariteti. Më thuaj një dallim që mund ta bësh krahasim Amerikën, nuk e di si mund ta përpiloj një fjali ku përputhet krahasimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në Amerikë nëse ka populli, qytetarë ndonjë shqetësim, bëhet një zë i përbashkët, mblidhet kolektivi, komuniteti dhe besoj që ndërmirën masa, bëjnë protesta, bëjnë kërkesa të shumta, aktivistë të cilët punojnë gjithmonë për rastin. Ne e themi se bëjmë. Pikërisht, në Amerikë e thonë e bëjnë. Ky është dallimi. Nuk e thonë, të drejt ngrihen. Drejt ngrihen dhe vetë mobilizohen dhe dalin për padrejti që mund të ndodhe. Si mund t'ja bëjmë një farë thirrje qytetarëve që nëse kemi diçka që nuk shkon, duhet të solidarizohemi të gjithë së bashku dhe të marrim masa. Mendon që na mungon ky faktor në vendin tonë? Mungon shumë. Do të bëjmë të gjithë bashkë, të ngrejmë zërin, jo prapa telefonit për të dalim në rrugë. Të bëhemi bashkë të gjithë, mos ndalemi deri kur të shohim një ndryshim. Ne zakonisht thirrje bëjmë, por thjesht i kalojmë me një like. Po, e bëjmë në telefon. Ose një shpërndarje mund ta bëjmë, po, thjesht, por nuk jemi pjesëmarrës fizikisht në çdo thirrje që dikush mund të ngrejë ndonjë shqetësim. Po, ajo mungon. Kjo është vetdia jonë kolektive është. Çelim derën e shtëpisë dhe dalim jashtë. Po, nuk e bëjmë këtë. Jo. Fatkeqësisht, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një vetdi shumë të ngritur dhe njerëzit dalin për padrejtitë e tyre gjithmonë dhe trokasin atje në derën e duhur
ku duhet të gjetur zgjidhja e problemit. Shumë mirë, ne do kalojmë tek tema që e kemi të ftuar zërin Diana. Tek problematikat e shumta që ndodhen në shoqëri dhe gjithkund rreth rrotullnesh, është një problematik, do ta quaja, nuk ta quaja problematik, mirë po është një hapësirë ku gratë tashmë, nënat e reja, nënat që sapo kanë lindur, që kalojnë në faza të ndryshme të ndryshimeve dhe lëkundjeve emocionale apo hormonale që ndodhin, mbështetja sa është nevojshme, ato emocione që çdo grua i kalon dhe i ka të nevojshme për t'i ndjerë të paktën ato vite që tranzicioni që kalon, është një aplikacion të cilin e ka krijuar Diana, e ka krijuar me shumë pasion dhe është një ndër aplikacionet të cilat unë jam shumë e sigurt që çdo vajzë nën e re do ta përdor të paktën një herë në jetë. Është është Mama's Feeling Tracker. U krijua ky aplikacion dhe mori pjesë në Women in Tech Community Award në vitin 2025, ku ti edhe fitove çmimin e parë. Mbi 1650 kandidat, Diana me aplikacionin e saj 650 ideja të ndryshme dhe Diana e merr vendin e parë në idenë të cilën do ta diskutojmë tashmë me shikuesit tanë. Momenti i parë si lindi ideja. Të përgëzoj. Dhe ne tani do të bëhemi konkretisht në lidhje me temën që e kemi të ftuar. Është një lloj aplikacioni që përkthehet shqip, ma thuaj. Woman Jo, Mama's Feeling Tracker. Do më thënë është ndjenjat e nënës, apo si quhet kjo tracker? Ndjekja e ndjenjave emocionale të nënës. Nëse e përkthejmë shqip kështu. Ti ke krijuar këtë aplikacion për ndjekjen emocionale të nënave të cilët kalojnë një traumë, ta quajmë, pas lindjes. Po, varësisht e sa zhvillohet, mirë po çdo grua e kalon një ndryshim të madh. Unë jam djalë këtu, unë do të më shpjegoni sepse shumica e meshkujve nuk i dim këta përjetime që i quan, që i kalojnë në shumica e grave, por unë do doja që ta thjeshtësojmë edhe t'ua shpjegojmë edhe publikut meshkujve në përgjithësi, sepse ne e dim në shoqërinë tonë kemi shumë gra, shumë të forta, edhe pse kalojnë kriza të shumta emocionale, ata dim që ti gëlltisin dhe ti mbajnë në vete. Dhe këto shqetësime, duke u stresuar, duke u shumuar, duke u stresuar shumë, fillojnë në moshë të reja, të kalojnë në kriza të fatkeqësisht të ndryshme. Si lindi ideja? Lindi ideja shumë kohë më parë dhe më pastaj u bë realizimi, apo si erdhi e realizove më njëherë? Po, ideja lindi nga vetë përvojame personale, si një nënë e re, edhe unë përtova shumë ndryshime emocionale, ndjesha e lodhur, por njëkohësisht edhe në faj, pse ndihesha ashtu. Dhe mendova se nëse unë ndjehem kështu, ka dhe shumë nëna në mbar botën që ndjehen njësoj si unë. Dhe doja që të ndihmoja të gjithave që të kalojnë këtë periudhë të errët, të themi, dhe të kenë një mbështetje emocionale edhe mendore. Tashmë Diana edhe ka realizuar idenë e aplikacionit, mirë po edhe ke krijuar. Na fol pak më shumë për atë pjesën profesionin tënd që te e kryen edhe në Amerikë. Po, unë jam një inxhinier softwarike dhe besoj shumë se teknologjia nuk do të jetë vetëm funksionale, por do të ketë një ndomethënie shumë të fortë, pra pasaj që ti ndërton. Dhe për mua ka shumë rëndësi të bëj diçka që shërbej njerëzve. Përkatësisht në këtë aplikacion nënave të reja. Domethënë, këtu ku jemi tek nënat e reja, ti ke krijuar një aplikacion ku shumica e nënave që kalojnë krizët, themi, emocionale, do të shkruajnë tek aplikacioni, do të ketë ndonjë kënd ku do të rrëfehen ata dhe pastaj këtë rrëfimin e tyre ka psikolog, ka doktor, jeni ju apo kush. Si funksionon i gjithë aplikacioni? Si do lidhet kjo, si do e zbërthej dhe si do gjenë lehtësim njerëzit. Konkretisht e ky aplikacion që ka marrë vendin e parë, mos gabë Women's in Tech Community Award për vitin 2025. Shqiptari nga Tetova që ka marrë vendin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, aplikacioni është shumë i thjeshtë dhe praktik. Pra, sa po të kyçesh në aplikacion, në ballinë e ke një listë me emocione që ti mund të përjetosh gjatë ditës. Dhe në ditë ti mund të zgjedhësh deri në 3 emocione dhe të lësh një shënim për atë që çfarë ndjen.
Si një editar. Si një editar. Dhe aplikacioni e regjistron të dhënat e tua dhe pastaj të jep mbrapsht një sugjerim shumë të thjeshtë dhe praktik që ti ta lehtësosh. Po, për ta lehtësuar atë që ti ndjen. Dhe menjëherë që aty fillon çlirimi emocional, për shkak se ti mund të shprehësh shumë lirshëm aty, pa mos u gjykuar dhe pa mos e fshehur. Dhe mos ndihesh fare në faj. Edhe jam konsultuar me shumë psikolog në Amerikë, për aplikacioni ka një bazë të madhe shkencore, sepse nuk doje që të ishte vetëm një përvojë personale, por doje të kishte një bazë të fortë, që të ketë më shumë besueshmëri tek përdoruesit. Në aplikacion brenda kemi ushtrime mendore, si janë ushtrimet e frymarrjes, kemi ditarin, ka ushtrime për meditim edhe për relaksim të muskujve. Të gjitha këto janë të bazuara, do të thonë shkencërisht. Shkencërisht janë të bazuara dhe zgjasin nga 5 minuta secila. Pra ti për 5 minuta ndjen një çlirim të jashtëzakonshëm. A ke testuar tek ndonjë nënë të themi që ka patur kështu lloj krize të themi ta quajmë thojza, që vërtet ka gjetur dermon, si thot populli, shpëtit? Po, normalisht se pari kam testuar vetë. Eksperimenti sigurisht. Se pari kam testuar vetë dhe pas çdo funksioni që unë kam ndërtuar, e kam menduar kjo lloj funksioni a do më ndihmoj mua si nënë që jam për të më çliruar gjën emocionale. Gjithashtu edhe pas lançimit të aplikacionit kam marrë shumë feedback të mira nga nënat e tjera, të cilët kanë thënë se që pas përdorimit të parë ta janë ndjerë se nuk janë të vetme në këtë rrugtim, nuk ndjehen vetëm ato në të mënyrë, se e shohin se ka dhe nënat e tjera që ndihen po njësoj. Dhe kam filluar që të ngrenë zë që njëjtë tyre të normalizohen dhe mos t'i fshehin. Diana, në cilin vit e krijove, në cilin vit lindi ideja dhe kur u realizuai gjithë aplikacioni? Më intereson ai procesi se si ke arritur deri në krijimin e një aplikacioni pikërisht duke nisur nga vetvetja, mirë po jam që tashmë po rrëmbin edhe çmime të shumta mbar botën. Ideja lindi në vitin e kaluar, pasi unë e fillova ta marr veten. Ka shpejt, domethënë Shumë shpejt. Dhe në janar të këtij viti unë e fillova me punën. Pra ishte ideja, përpunimi, dizajni, strukturimi, pastaj edhe puna teknike si programer. Edhe deri tek punët ligjore për ta hapur si kompani të tjera. Pra më ka marrë diku te 10 muaj kohë për ta përfunduar të gjithën. Derisa të bëhet ideja, doli në konkurrencë, morë vendin e parë dhe tani më ka filluar worldwide, themi që njerëzit kanë mundësi të kenë akses te kjo. Po, aplikacioni është në mbar botën. Diana, a mbat ndonjë statistik rreth aplikacionit, domethënë për të parë edhe ndikimin që ka tek gratë? Ka ndonjë lloj e tillë, domethënë gjithçka që aty shkruhet është normalisht private, personale, që nuk lexohet, datat bazë ndoshta ruhen në Amerikë, po bëj shaka, të dhënat, po. Të gjitha janë sekrete. Patjetër që po. Mirë, po a bëhet ndonjë statistik për të ditur, të paktën me ato emocione që aplikon aty, për të ditur që po përmirësohet gjendja e gruas, përderisa ajo po e përdor ndoshta në përditshmëri aplikacionin? Po, aplikacioni, pra qëllimi është që të jetë shumë privat. Po. Dhe të mos ketë çdo kush akses në të dhënat e përdoruesve të tjerë. Pra ato statistika janë të fshehura, nuk mund t'i shfaq. Por kam statistika që ka shumë downloadime për aplikacionin dhe përdorues të përditshëm. Kjo është domethënë është lloja aplikacioni që mund të downloadosh në celular. Po, është aplikacion. Domethënë ta kesh në celular, në telefon, në telefon edhe thjesht e instalon dhe fillon që të komunikon momentet kriza që mund të kesh. Shumë interesante kjo. Gjatë mëngjes, hash drekën, bien e darkë, mund të sepse celularin e kemi gjithë kohës me vete. Dhe mund të shprehesh për një gjë të mirë, të themi. Edhe pse i dim ato vetit e këqeja, të shumta, por janë një mënyrë e mirë për të shërbyer celulari. Teknologjia është shumë e mirë nëse e përdor me qëllim të mirë. Pikërisht. Unë me Dritroni po bisedonim pak para emisionit, domethënë që Dritroni nuk e dinte për postpartum depression apo depresioni pas lindjes, që shumë i shpesh te gratë, ka gra me fat që nuk kalojnë në fakt, se ajo është një fazë që kalohet, mirë po varësisht
në çfarë përmasa të gjen ty dhe çfarë gjendje, domethënë deri në cilën gjendje mund të arrish, mirë po është i prezent dhe është me të vërtetë shumë aktual. Sidomos mund të them më shpesh ndodh tek nënat më të reja, mirë po, siç e përmendëm, do thonë ajo mund të ndodhe në shtazaninë e 5. Më thuaj, është kjo faza që gratë më shumë insistojnë ta kenë aplikacionin, ke ndonjë kështu koment që merr edhe nga të gjitha tashmë mund të themi klientët e aplikacionit? Po, aplikacioni është tentuar përkatësisht për periudhën e paslindjes dhe periudhën e nënave që kanë fëmijë të vegjël. Pra, perioda e paslindjes është perioda më e vështirë që një në mund të kaloj, si the edhe vetë, dikush e kalon më lehtë, dikush edhe më rënd, por gjendja më e rëndë që vjen është nga shkaku që ti e akumulon të gjitha ato emocione që ti ndjen dhe akumulimi i tepërt pastaj shkon në shpërthim Shpërthime të pa dhe nevojshme ka në ndonjëherë, depresion. po. Dhe me siguri që do kemi edhe së shpejti një aplikacion për baballarët që i durojnë nënat. Pse më dritroni jemi shumë të mira. Bëj shaka. Edhe unë bëj shaka. Unë do doja. Jo, duhet të kemi, pse jo, duhet të ketë edhe për Është një mënyrë shumë e mirë për të baballarët. shprehur njerëzit. Sigurisht që ka tempoj të shenjtë që njerëzit shkojnë rrafena, qoftë ata ortodoks, katolik, edhe muslimanë në përgjithësi rrafehemi tek Mirë është të rrafehesh tek burri. Por gjë më të mirë se sa të shprehurit, të thënit, që të mos i mbajmë në vete, nuk ka. Por ja që teknologjia ta jep mundësinë për gjithë ata njerëzit, të cilët janë skeptik, nuk i besojnë dikujt rreth e rrotullt, është një mënyrë shumë e mirë për të shprehur dhe për ta marrë edhe këshillën e duhur, sepse pas aplikacionit fshihen, të themi kushtimisht edhe 10-15 psikolog, në mos gabojmë, të cilët japin këshilla të mira në lidhje me problematikën që mund të shfaqin në zonjat. E mbi të gjitha për të ditur që mbështetja është vetëm në palm of your hand, në Pëllëm të dorës. Në një pëllëm të dorës. Unë do doja të kthehemi pak tek dita e parë kur ka shkuar në Amerikë. Ishte i njëjti depresion shkëputja nga tetova në Chicago, në mos gaboj jeni, a jetoni? Ishte ajo shqetësimi në fillim sepse po ndryshosh vend, po ndryshon këndvështrimi jot, po ndryshon jeta. A mund të jenë këto tipsat e tua që të kanë ndihmuar edhe në përpilimin e këtij aplikacioni? Patjetër, çdo ndryshim që ti përjeton ka ato emocionet e veta, por thonë ndryshimi i vendit kishte emocione të ndryshme, ndërsa ndryshimet ato emocione e paslindjes janë të ndryshme krejtësisht. Nuk janë shumë të ndryshme njëra prej tjetrës. Ti përjeton ato mallin dhe gjitha, por ndjenjat që përjeton paslindjes janë shumë të ndryshme. Komplet ndryshe. Diana, ka ndikuar kjo, nuk dua ta quaj depresion, po ajo faza, domethënë pas lindjes që përjeton çdo nën, a ka ndryshuar që ke qenë jashtë vendit, ndoshta nuk e ke pasur familjen më të afërt? Po, nuk ke qenë shkëndijat e para që janë grumbulluar, sepse që kanë detyruar. ti do ta kalosh atë fazë, mirë po ja tash është edhe një fazë e cila domethënë ndikohet edhe nga rrethanat që ti ndodhesh, sepse je në një vend të huaj, do ta quaj. Patjetër, prandaj çdo emocion që të përjeton pas lindjes ka një faktor. Dhe për mua ka ndikuar që s'kam pasur një mbështetje familjare, kam qenë krejtësisht vetëm. E ballafaqur me gjitha stres që e ke patur. Po, s'kam pasur asnjë mbështetje nga familja e gjerë, se normalisht bashkëshortin e kam pasur aty çdo moment pranë, por ndonjëherë është një shprehje në gjuhën angleze, thotë it takes a village to raise a kid. Të duhet një fshat për të rritur një fëmijë. Shumë e bukur. Po, është edhe shumë e vërtetë. Dhe normalisht që lodha ka qenë shumë e madhe kur e përjeton diçka vetëm dhe kjo ka qenë një faktor për mua. Por shumë të tjera ka faktorë të tjerë që ndikojnë. Po. Sidomos ne jemi gjenerata që jemi rritur detyrohet me familje të mëdha. Tek gjyshja dhe gjyshi 15 nipa dhe mesa kemi qenë. Domethënë aty nuk dijej se kush po ha, kush po pi, kush po paguan. Mirë, po mbi të gjitha, po kjo domethënë ndryshimi i vendit, besoj që ndikon shumë. Të flasim pak edhe dritrojnë ta kyçem në këtë temën pak më shumë. Sa është e rëndësishme mbështetja e bashkëshortit? Domethënë ndoshta edhe siç e përmendëm disa herë, ndoshta mund ta kalosh, ndoshta e kalon pak më lehtë, mirë po do të kalosh në atë fazë. Mbështetja e partnerit është thelbësore. Është thelbësore, pavarësisht e partnerit mund të shuhesh e gjitha. Po, definitivisht. Çdo baba, si the ti një aplikacion për baballarët,
aplikacionin tim mund të përdorësh dhe baba, për shkak se aty ka artikuj nga psikolog që janë shumë informues për periudhën e paslindjes së nënës. Se si duhet të trajtojnë, si duhet të sillen me ata, si duhet të kuptojnë, të mirë kuptojnë. Pra të gjithë baballarët Si të numërojnë deri në 10. duhet të informohen shumë, sa më shumë që të ndihmojnë emocionalisht. Mua më pëlqeu, bashkëpunës. domethënë kur po diskutonim derisa e kishim publicitetin, kur na e shpjegove se si është, të them të drejtën sepse këta kriza fatmirësisht si kam te kaluar me bashortën, sepse ka qenë shumë Fatmirësisht, po. mirë, por kur tregua që ka raste lehona të cilët pas lindjes kalojnë kështu faza depresive, kjo është vërtet shqetësuese. Edhe është një mundësi shumë e mirë për njerëzit të cilët mos e ngulfasin veten, por ja që ka një metodologji të mirë për të shprehur, për të rrëfyer. Unë do doja ta pyes kur e dëgjoj zërin e saj, kur u përmend emri jot. Dhe thon Diana Sherifi Ali. Çfarë emocione kaloi? Po, ajo eventi ishte virtualisht për shkak se ka qenë nga mbar bota, nga Do të thënë 178 aplikacione nga gjithë bota, mendoj aplikacione, konkurrent. kompani, ka pas projekte të ndryshme, të vetëm aplikacione, edhe ka qenë vetëm për gratë në teknologji. Dhe të gjitha kandidatet kanë qenë gra, me projekte të ndryshme, punë të ndryshme, aplikacione të ndryshme, dhe normalisht ishte një emocion shumë i E jashtëzakonshëm. kem pritur këtë apo jo? Po. Duke ditur se 1650 janë konkurrent, do njerë thyemi, sepse ashtu e kemi natyrën e vendit. Por ka besuar prekuvim. në E ke pritur që mund të dalësh fituese? aplikacionin e Shif, saj. Apo të kvalifikohesh diku? Të gjitha kanë qenë shumë të mira, shumë pra gra në teknologji, të përparuara me pozita të larta, por besimi në vete sepse e ka ndërtuar këtë gjë me shumë përkushtim dhe pasion, Besoj që do dalësh. doja t'ja dilja shumë. Bravo. Doja t'ja dilja Sa- shumë për shkak se kjo është një mesazh që puna ime ka një zë dhe për mëqyetet e nënave. Sepse është diçka që shumë Është fantastike bukur. ky emocioni kur e kalon njeriu, domethënë përderisa edhe i beson një produkti të cilin e krijon, sepse gjithë referencat i merr personale dhe mbi atë kur ndërton diçka është shumë madhështore kjo. Tani se u bëna shumë kurioztare. Diana, mund ta përdorin aplikacionin edhe vajzat të cilat planifikojnë të bëjnë nëna? Për momentin, jo. Por unë kam në plan që aplikacioni të zgjerohet edhe më tej, pra edhe për periudhën para lindjes, para në shazani, edhe për periudhën e nënave që kanë fëmijë adoleshent, sepse ata kalojnë një fazë po, shumë të rëndë po. në jetë. Por aplikacioni është e lançuar në gusht të këtij viti, pra është ende fillimi. Shumë i freskët. Dhe unë pyetja të shoh feedback-e që do kem, që të di se çfarë ideje të tjera të marr, çfarë kërkojnë nënat të kenë aplikacion dhe më pas të Dhe vazhdoj. në bazë të kërkesave të tyre të Të bëhet bëjnë edhe ndryshimet rruga. dhe avancimet në aplikacion. Presim, do të thonë edhe mos i haro vajzat që planifikojnë të Jo, bëjnë. nuk e haroj askënd. Këtu ku jemi 2025, po kalojmë në vitin 2026, 2026 sigurisht. Më thuaj si e sheh rolin e grave tash në teknologji. Po fillojnë që ta marrin për të mirë teknologjinë apo e shfrytëzojmë teknologjinë vetëm për të parë seriale. Jo, Tash po e banalizoj un pak, Po. por flasim gjendja faktike, reale si është. po gratë po vedisohen dita ditës dhe sa më shumë ato të kenë një shembull se si përdor teknologjia, aq më mirë është për ta dhe avancojnë dhe përparojnë. Pra duhet njerëz të teknologjisë, pra sikur unë, që të krijojnë aplikacione ose programe të ndryshme që kanë një domethënie dhe vlerë, dhe të jenë edukative, informuese dhe jo vetëm për hir të klikimeve. Përfitimeve dhe në shumta. Jo. Interesante janë këto pyetje. Kemi të shumta kështu. Po, unë pikërisht dua të ndalem sepse aplikacioni tani për momentin është vetëm në gjuhën angleze, nëse nuk gabojmë. Cilat janë planet e ardhshme për gjuhët, ndoshta do shtrihesh në të gjitha 7 kontinentet, pse jo do të kesh edhe të shumtë, domethënë në gratë, të cilat mund të gjejnë mbështetje në këtë aplikacion. Po, në radhë të parë unë do e bëj në gjuhën shqipe, patjetër. Por edhe siç thash, aplikacioni është në mbar botën, pra unë do të shtoj edhe gjuhë të tjera si spanjollisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht, kinezisht. Do e përkthej me kohë. Por është në plan të parë, pra gjuha, më pas në tjetër plan kam që të shtoj edhe ushtrimet të tjera mendore. Më të avancuara, të ndryshme, normalisht duke konsultuar me psikolog sërish, edhe do përfshi edhe trajnime nga psikolog, edhe dua të krijoj një komunitet brenda aplikacionit që nënat të tregojnë historitë e tyre, personale, të ndryshme, që sa më shumë nënat
të vedisohen dhe të shohin se jo vetëm ato e pritet një gjë. Dhe të normalizohet çdo gjë që ato ndjejnë. Sepse çfarëdo që ato ndjejnë është shumë e vlefshme. Edhe lodhja, edhe frustrimi, ajo tregon se vetëm ti një nënë e përkushtuar dhe punon shumë me fëmijën tënd. Nuk është diçka e keqe të ndjehesh e lodhur. Është shumë normale, sepse ke një shtëpi, ke një fëmijë, ke një bashkë, ke familje, i ke shumë barë, ke barë mbi vete, mirë po, si që tha dhe dritroj në fillim të emisionit, janë pikërisht nënat ato që mbartin barën më të madhe, mirë po ndonjëherë edhe me të vërtet heshtja është ajo që i karakterizon më shumë. Pa i lën asnjëherë anash edhe baballarët, të cilët me të vërtet unë mendoj që edhe ata kanë mbështetjen e nevojshme, do më thënë, sidomos edhe në atë periud, sepse dhe jeta e tyre ndryshon. Mirë po, ato ndryshimet, lëkundjet emocionale, hormonale, do më thënë, po flasim për shëndetin, me të vërtet shëndetin fizik dhe psiqik të gruas, e cila dallon dhe ndryshon shumë. Planet për të ardhmen, cilat janë përveç gjuhëve, shtrirjes aplikacionet në të gjithë botën, ndonjë plan tjetër, ke ndonjë ide tjetër që mund ndoshta të realizosh së shpejti? Po, sepse pari unë do të përmendë një veçori shumë të rëndësishme që ka aplikacioni. Është një veçori që thirret grafikat vizuale në aplikacion, që unë në bazë të formulave matematikore i kam ndërtuar disa analize grafikore, pra ti mund të ndjekësh se si ndryshojnë emocionet e tua gjatë javës. Pra ti çdo ditë regjistron emocione dhe bëhet një përmbledhje se sa shpesh ti ke ndjerë atë emocion, në çfarë kohë të ditës, si ka përparuar gjendja dhe çfarë mund të ndryshosh që ti ta largosh atë emocion. Pra të gjesh ka një regjistër i një grafikonit, javor. Ka disa grafika, pra grafika se sa shpesh është regjistruar emocioni, si ka ndryshuar në bazë lineare gjendja emocionale e jotja, dhe gjithashtu ka edhe mund ta bësh edhe eksportimin në PDF file. Të kesh një si raport, që nëse vendosh ti të shkosh në psikolog, po themi, ti japësh një raport që të di ta lexojë, që shumë më e lehtë edhe për të dhe për ty të Kjo është fantastike. Kemi një lëvdat për sot, na ka ardhur një mesazh, thotë emision fantastik, shumë i nevojshëm për nënat e reja. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi shikues që na ndjekin, që na përcjellin dhe po japin lëvdatë, domethënë për punën që e keni krijuar. Faleminderit shumë. Edhe ju përgëzojnë shumica, kanë nxjerrur edhe foto, por foton kështu të tre që jemi kështu që po e ndjekin. Faleminderit miqdashur për përkushtimin dhe kujdesin që jepni ndaj televizionit Alsat gjithmonë. Jemi edhe minutat e fundit, kemi 5 minutë e fundit. Unë do doja të pyes për këtë. Inteligjenca artificiale sot a mund të trajtohet si një lloj psikologu, sepse shumica e njerëzve po mundohen që të japin shumë të dhëna, me që jeni edhe e branshës, e industrisë të themi, jeni pjesë e kësaj, a ndihmon shumë, duhet njerëzit që t'i rrëfen shumë AI-t, për shembull ChatGPT-s të themi kushtimisht? Mund të rrëfehesh, patjetër pse jo, mund ta shfrytëzosh si një mjet por ka patur këshilla shumë të këqija, kemi dëgjuar. Po, atë duhet të dalë për shkak se ajo jep këshilla të përgjithshme dhe AI-ja nuk mund të njohë ty se si je në të vërtetë si njeri, për shkak se ajo nuk ka emocione, nuk ka mendime të qarta. Je vendime të prera. Po, ka vendime të prera, pra dhe çdo kush, çdo njeri përjeton diçka krejtësisht ndryshe nga njëri tjetri. Prandaj duhet shkuar në mjek adekuat, në profesionist që të njohë ty si person dhe të jap këshilla në bazë të asaj se ti kush je. Jo të përgjithshme. Pra AI-ja është më shumë në përgjithësi, informacione të thjeshta, të lehta, por jo si specialist. Këshilla se si duhet të jetuar, se çfarë duhet vepruar, jo. Jo, ato janë shumë të gabuara. Sepse kemi dëgjuar shumë informacione që kanë përfunduar shumë njerëz tragjikisht, duke ju rrofyer pikërisht si në këtë aplikacion siç e keni krijuar, por duke ju rrofyer për ditëshmërinë dhe duke i kërkuar zgjidhje dhe kanë filluar aq emocionalisht janë lidhur me informacionin që kanë marrë, sa që kanë përfunduar tragjikisht. Po, aplikacioni dhe ti thua që sa më pak interakcion me AI, sidomos për këto tema që janë shumë të ndjeshme, si shëndeti mendor, pra duhet shkuar vetëm në profesionist. Pra aplikacioni im nuk mundohet të njohë ty, por që ti të njohësh veten tënde më shumë. Ky është më shumë ti të shprehesh dhe janë psikologët në anën tjetër që do e zbërthejnë, që do t'japin një këshill të mirë.
Kjo është shumë e mirë dhe shumë e njerëzore. Mua më shumë më pëlqen ajo pjesa, domethënë që mban një trak të emocioneve, sepse unë sot mund të ndjehem shumë keq, jam e mërzitur, jam në depresion, por nuk do të thotë që kështu do të jem nesër pas nesër. Dhe shumë njerëz nëse përdorin edhe inteligjencën artificiale bazohen në emocionet momentale, po. Që nuk është në fakt e drejtë, sepse në moment ne mund të ndryshojmë shumë emocione. Mirë, por nuk do të thotë, domethënë nëse është një emocion i vazhdueshëm për një periudhë pak më të gjatë, atëherë mendoj që është gjendja më alarmante dhe mund të ndërmerren masa. Mirë, unë jam shumë. Kemi minutat e fundit, kemi minuta, unë do doja një mesazh nga Diana me që e kemi këtu. Që jep mesazh të gjitha grave. Po. Një mesazh në përgjithësi kështu, se si mund të çlirohen ata njerëz përgjithmonë, se si mund të jemi të barabarta, se pse nuk duhet të ngulfasim vetveten për hallet, për brengat, por sa më shumë të komunikojmë. Ti çajmë dertet së bashku. Unë do jap një mesazh për të gjitha nënat kudo që ndodhen dhe dëgjojnë. Pra, ju nuk jeni nëna të këqija, nëse jeni të lodhura apo të frustruara. Thash edhe është një shenjë që ti je një nën shumë e përkushtuar ndaj fëmijës tënd. Kujdesu për veten, nuk është luks, por është domosdoshmëri. Është një thënie që thotë se një fëmijë i lumtur vjen nga një nënë e lumtur. Përcjellja e lumturisë, përcjellet edhe tek fëmia, tek Shumë e familja, vërtet, shumë e bukur. tek çdo gjë. Diana, unë falenderoj shumë për ditën, për informacionet që na i dhe. Të dëshirojmë që aplikacioni të jemi krenar ne si shqiptar, fillimisht që je një shqiptar nga treva jonë. Dhe uroj që ky aplikacion të jetë vendi ku do rofehen të gjitha dhe do gjejnë zgjidhje shumica e grave të cilët kalojnë kështu lloj kriza që nuk i di janë fatkeqësisht. Faleminderit shumë për kohën e shumë. Dhe jam e bindur që në vizitën tjetër, sepse edhe e kemi mërkimtare, në vizitën tjetër domethënë të na vishet me lajme edhe më të bukura, mirë po dhe shpresoj të zgjerohet aplikacioni dhe me të vërtetë edhe të gjithë ata që duan ta përdorin të gjejnë mbështetjen në të. Faleminderit shumë. Faleminderit e vlerësoj shumë. Suksese shumë.